Publikohet video e atentatit ku ekzekutua me armë zjarri biznesmeni 43 vjeçar Edmond Mahalla mbrëmjen e së dielës në qytetin e Elbasanit. Në pamjet e publikuara shihet momenti kur autori afroheti vetëm pranë makinës së viktimës dhe e qëllon disa herë. Biznesmeni Edmond Mahalla u ekzekutua sapo hyri në makinën e tij tip Range Rover, shumë pranë karburantit të tij në Elbasan, Xhaxhi Oil. Mbrëmjen e së dielës, personi i armatosur mban një kapuç në kokë për të shmangur identifikimin nga kamerat e sigurisë. 2 plumba e kapi në kokë, ndërsa të tjerët përfundojnë në trupin e 43 vjeçarit, duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Pak metra më tutje gjendet makina tip Audi me portopagazh, me cilën ai kishte mbërritur në vendin e ngjarjes dhe u largua pas krimit fare i vetëm. Atentatorët u larguan në drejtim të aksit Elbasan Librazh, pasi u siguruan se 43 vjeçari ndroi jetë. Makina që u gjet e djegur në Mirak të Librazhdit ishte marrë në Tiranë një ditë përpara vrasjes. 32 vjeçari Marcel Arani është shpallur në kërkim nga policia i dyshuar si autori i ngjarjes, së bashku me shtetasin Armando Cola Ngalaçi. Marcel Arani ishte në arrest shtëpie për një tjetër vepër penale. 2 personat e arrestuar nga policia janë 32 vjeçari Gino Ago, i cili i dyshohet si bashkëpunëtor, pasi i ka dhënë automjetin e tij njërit prej autorëve, Marcelo Aranit. Ai akuzohet për veprat penale e vrasje me paramendim, kryer në bashkëpunim dhe prodhim dhe mbajtje pa leje armëve shpërthyese dhe municionit, ndërsa i arrestuari tjetër është roja i karburantit Kujtim Pisha, 52 vjeç. Ai akuzohet për veprën penale mos kallëzim krimi. Një tjetër person është arrestuar në lidhje me vrasjen e biznesmenit Edmond Mahalla, alias Edmond Hyka, 29 vjeçari Nevzat Spao, person me precedent penal. Dyshohet se është personi i cili qëlloi me armë Hykën, teksa ky i fundit ishte brenda automjetit të tij, donse jo e konfirmuar zyrtarisht. Pista kryesore e hetimit për vrasjen mbeten mosmarrveshjet në biznes për shkak se raportet mes Agos e Mahallës ishin shkëputur 2 vite më parë. Edhe pse ortakëria në biznes ishte ndërprerë në 2023, konfliktet mes tyre vionin edhe gjatë ditëve të fundit.